Tani po vazhdojmë të bëjmë pjesën nga prapa. Çfarë është? Kush është diferenca? Është gati njësoj me të gjitha ato që bëm te pjesa para. Këtu që pararoja të bëja që këtu do shënojmë qendrën. Pra tani që do bëjmë qendrën mbrapa, do bëjmë qendra pas. Qendra pas. Kur ajo tjetra do bëjmë qendra përpara. Në rregull, e këtu do jetë gjithmonë ndryshe. Do jetë ndryshe. Çfarë diferenca ose çfarë ndryshimi kemi nga ana tjetër? Ndryshimi kryesor është që kur bëjmë pjesën nga mbrapa, këtu do të lëm, ja ti ai thosë me, besoj se keni marrë shënim, ti e pak këtë. Ndryshimi kryesor është për pjesën mbrapa, se do lëm këtu do lëm 2.5 cm në gjithë. Nga fillimi deri në fund do lëm 2.5 cm për zinxhirin. Kur t'i vëmë zinxhir. Dhe shënojmë këtu. Zinxhir. Kita dim që janë centimetra dhe futen në mbrapa kjo. Në rregull dhe palosim. Po të ishim tek ta kishim në letur, do ta kishim palot, ta kishim futur nga mbrapa. Tjetër është edhe pincën, këtu e bëjmë më të madhe, bëjmë 14 cm. Bëjmë 14 cm. Nga pas. Dhe këtu shkruaj fjalën pas, që është patroni pas. Në rregull, dhe çdo gjë tjetër është njësoj si me ato përpara. Vetëm këtu është ndryshimi, këtu edhe gjatësia e pencës. Në rregull, tani herën tjetër do shikojmë, do t'i bëjmë në miniaturë patrone, pa do marr patronet i bëjmë në miniaturë dhe do t'rregojmë mënyrën se si i bëjmë dhe si ndërtohet plani kur i bëjmë tek copat. Në rregull, nëse doni të tutoriale të tilla, mund t'i lëni të komente. Çfarë nuk kuptoni mund të më thuani, më thoni e keni kuptuar kështu në këtë mënyrë ose jo, dhe se si mund të përmirësojmë ose si ta bëjmë më të thjeshtë për juve. Po unë besoj se e thjesht, nuk ishte ndonjë gjë shumë të vështirë, po këto bëhen avash avash duke bërë praktik mësohen. Edhe llogaritët nuk kanë ndonjë gjë. Tani kemi makina llogaritë dhe mund t'i bëjmë shumë makina llogaritë. Atëherë, ju falenderoj dhe shpresoj të shikohemi në videot e më vonë për të vazhduar akoma të flasim për fundit dhe për llojet e fundit, si të bëjmë ndryshime. Faleminderit dhe mund të dëgjofshim.